Nxënësit e shkollës Qamil Guranjaku në Elbasan po zhvillojnë dhe shfaqin talentet e tyre përmes programit Art dhe Zeje. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka publikuar pamje nga orët mësimore që zhvillohen në kuadër të këtij programi ku nxënësit angazhohen në aktivitete artistike dhe krijuese. Ai theksoi se shkolla ka tashmë një orkestër simpatike dhe një trup teatri plot talente, duke vënë në dukje rëndësinë e krijimit të hapësirave që i ndihmojnë fëmijët të zbulojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre. Sipas tij, programi Art dhe Zeje, i mbështetur nga infrastruktura e duhur, kultivon pasione, nxit krijimtarinë dhe u jep nxënësve mundësinë të shprehen lirshëm dhe të rriten përmes artit. Ky program po zbatohet me sukses në mbi 200 shkolla në të gjithë vendin dhe po synon inkurajimin e mësimit të artit dhe zejeve përmes veprimtarive të ndryshme praktike nëpër shkolla. Gjithashtu, ai synon të nxjisë aftësinë e sipërmarrësve të nxënësve në funksion të ruajtjes dhe promovimit të vlerave të komunitetit ku ne jetojmë, si dhe të trashëgimisë kulturore shqiptare në fusha të ndryshme arti, si në pikturë, veglat muzikore, zeje, teatri, sporti, teknologjia dhe arte të tjera.